Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi këtë herë për të komentuar pak edhe për të folur për këtë çiftin në tentativë brenda shtëpisë së Big Brotherit, Selin edhe Miri. Miri dhe Selin kanë një marrëdhënie që në fakt lexohen me sy. Tani kjo a është shkaktësi, a është rastësi? Këtë nuk mund ta them, por që lexohen me sy me patjetër që po. Të paktën kështu interpretohet në ekran dhe unë mendoj që kamerat në asnjë mënyrë nuk gënjejnë. Nata e mbrëmshme ishte një natë ku Selin dëshironte që t'ikën në banjo të lajë dhëmbët nga që po bëheshte gati për gjumë, ndërsa Miri ishte i stepur, domethënë i gjitur pas saj. Tani që Selin e preferon Mirin, e ka në qef Mirin, kjo as që diskutohet. Mendoj që mori dhe një mesazh nga kunata e saj që nuk kanë as pak marrëdhënie, por shikimi, mimika tregojnë që ajo nuk është kundër marrëdhënies.